Donald Trump të bësh politik në stil mafioz si Michael Corleone. Në politik nuk fitojnë më të ndershmit, fitojnë më të pamëshirshmit, ata që dinë të bëjnë marrëveshje që nuk mund të refuzohen. Donald Trump, miliarderi që solli në shtëpinë e bardhë kodin e rrugës. Nëse mendoni se Trump është thjesht një biznesmen impulsiv, gaboheni. Ai luan me rregullat e mafias, ashtu si Don Corleone në filmin legjendar Kumbari. Sundim përmes frikës, lojrave të errta pas kuintave dhe gjithmonë një buzëqeshje në fytyrë. Një njeri i fuqishëm, një njeri që nuk haron kur asnjë borxh apo tradhti. Donald Trump nuk është një politikan tradicional. Ai nuk luan sipas rregullave. Ai krijon vetë rregullat. Kur hyri në politik, ai nuk solli me vete vetëm eksperiencën e tij si biznesmen, por edhe një filozofi të pastër pushteti. Në këtë video do të shpjegojmë pse edhe si Trump përdor teknika mafioze për të mbajtur kontrollin dhe për të fituar pushtet. Nëse Don Corleone do të kishte një pasardhës në politik, ai do të ishte Donald Trump, një lojtar i fortë që pretendon marrëveshje private, presionin e eshtur dhe ofertat që nuk mund të refuzohen. Në korrik të 2019-s, në një telefonat me presidentin e Ukrainës, Vladimir Zelenski, Trump bëri atë që Don Corleone do ta quante një ofertë klasike. Ndihma ushtarake prej $400 milion për Ukrainën do ndërpriten nëse Zelenski nuk ndihmonte në një hetim politik ndaj rivalit të tij politik, Joe Biden. I fshehtë, personal dhe me qetësi absolute, ky ishte një presion klasik që në botën e mafias quhet një nder. Çdo gjë varej nga ky favor i vogël, ose pranon, ose humbet gjithçka. Po prap, në vitin 2019, Trump bëri një lëvizje të pabesueshme, kërkoi të blinte Grenlandën nga Danimarka, jo si një investim i thjeshtë, por si një zgjerim strategjik të territorit amerikan. Një marrëveshje tipike Corleone, një lojë për kontroll, pasuri natyrore dhe dominim gjeopolitik. Kur Danimarka refuzoi, Trump e quajti kryeministrin të shëmtuar dhe të paditur, duke dërguar mesazh se në këtë botë kush nuk pranon, ofendohet. Për njëri që mendon si Corleone, kontrolli i territorit të gjithçka, Grenlanda, me rezervat e saj të pashfrytëzuara, ishte një biznes që duhej kapur përpara të tjerëve. Në vitin 2019, në samitin e NATO-s, Trump bëri atë që do të shokonte gjithë botën. Ai nuk luajti me diplomaci klasike. Ai trajtoi liderët evropian si borxhlinj, duke u thënë: "Paguani pjesën tuaj, ose ne do të largohemi." Një kërcënim i pastër. Paguaj për të qëndruar në lojë, ose përgatitu të mbrohesh vetë. Gjermania, Kanadaja, Franca, të gjithë në presion. Ishte një mënyrë drejt për drejt, brutale dhe efektive. As diplomaci, as shpjegime të ndërlikuara. Një metodë që i ngjante taksave të mbrojtjes që Corleone vendoste në lagjen e tij. Trump i shmangu protokollet formale kur bisedonte me liderët apo bosat e tjerë. Ai bënte marrëveshje të fshehura nga një burr tek tjetri, duke ndjekur rregullin më të vjetër të mafias, respekti personal mbi ligjin. Me Kim Jong-un shkëmbyen letra dashurie. Me Erdoganin, një telefonat mjaftoi për të larguar trupat amerikane nga Siria. Me Putin, gjithçka mbahej larg syve të publikut. Në vitin 2020, Trump negocioi direkt me talebanët, pa përfshirë qeverinë afgane. I ofroi talebanëve një marrëveshje të thjeshtë, largimi i trupave amerikane në këmbim të premtimit për paqe. Talebanët pranuan, një lëvizje mafioze, direkt me bosin, jo me të veçlit. Një tjetër aspekt që bën të ngjashëm Trump me Don Corleone është përdorimi i sanksioneve dhe tarifave për të ndikuar në shtetet e tjera. Trump vendos tarifa marramense miliarda dollarësh ndaj Kinës. Në vend që të bëjë diplomaci klasike, ai përdor presionin ekonomik si një pistolet mbi tryez. Nëse nuk vini dakord me marrëveshjen time, ostoja do të jetë katastrofike për ju. Sërish, një ofertë që nuk mund të refuzohet. Trump përdori tarifa dhe sanksionet për
të detyruar shtetet e tjera të bëjnë kompromise në tregtinë globale. Ky është një nga aspektet më të diskutueshme të politikës së tij të jashtme. Ai e sheh gjithçka si një mundësi për të pasuruar. Për Trump, çdo territor është i hapur për negociata, çdo resurs është një mundësi për të përfituar. Donald Trump mbetet një figurë që nuk ndjek format klasike të leadershipit politik. Ai operon në mënyra që shpesh të i kalojnë kufijtë e zakonshëm të lojës institucionale. Vendimet e tij, gjuha e tij dhe strategjitë që përdor nuk janë të rastësishme. Janë pjesë e një metode që ndërthuri instinkt, marketing dhe kontroll narrativ. Ai është një negociator, një bërës marrëveshjesh, një don modern. Ashtu si Don Corleone, ai beson se në jetë gjithçka mund të negociohet. Për aq kohë sa bën ofertën e duhur, e nëse ti e refuzon këtë ofertë, prit pasojat. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi në videon e radhës.